Dhuratat që mbartin energji të padukshme, si ti njohësh dhe të mbrosh vetveten shpirtërisht. Përshëndetje të gjithë miqve të mi shpirtëror. Sot dua të flasim për diçka që na prek të gjithëve në një farë mënyre, dhuratat. Po, ato dhurata të vogla ose të mëdha që na vijnë në ditëlindje, festat apo thjesht si shenjë vlerësimi. Por, a keni menduar ndonjëherë se përtej vlerës së tyre materiale, dhuratat mbartin një energji të thellë? Një energji simbolike, shpirtërore dhe ndonjëherë edhe karmike, që mund të ndikojnë në jetën tonë më shumë se sa imagjinojmë. Kur pranoni një dhuratë, ju nuk po merrni thjesht një objekt, ju hyni në një shkëmbim shpirtëror të vërtetë. Është si një kontratë e padukshme, një lidhje energjie mes dhënësit dhe marrësit, pavarësisht nëse besoni apo jo në botën e padukshme. Kjo nuk është thjesht një ide e re, është një parim i lashtë që gjendet në traditat shpirtërore të shumë kulturave, nga feng shuja kineze te ritualet e lashta evropiane apo edhe besimet popullore shqiptare. Imagjinoni, një dhuratë nuk është vetëm letër paketimi dhe një buzëqeshje. Ajo bart intencën e dhënësit, dashurinë, xhelozinë ose ndonjëherë edhe një qëllim të fshehur. Dhe këtu vjen pjesa e rëndësishme, jo çdo dhuratë është një bekim. Disa mund të jenë ftesa me qëllime jo të mira, energji që mund të krijojnë pengesa në rrugën tuaj shpirtërore. Është thelbësore të keni dallim, të dëgjoni zërin e brendshëm, sepse pranimi i gabuar mund të hapë dyert për sfida që nuk i prisnin. Në këtë video do të zhvillojmë çdo pikë të këtyre energjive, duke u zhytur thellë në kuptimin e tyre, shembujt real dhe si ti menaxhoni. Do të flasim për objektet e mprehta, orët, shamit, kafshët dhe kukullat, secila me simbolikën e saj unike dhe në fund portofolat boshe si një mbyllje e fuqishme. Le të fillojmë, sepse kjo nuk është thjesht një bisedë, është një udhëzim për jetën tuaj të përditshme. Pika 1. Objektet e mprehta, thika, gërshër. Le të fillojmë me pikën e parë, që është ndoshta më e dukshme dhe më e zakonshme. Objektet e mprehta, si thikat, gërshërët apo çdo gjë që pret dhe ndan. Në botën shpirtërore, këto nuk janë thjesht vegla praktike, ato simbolizojnë prerjen e lidhjeve, thyrjen e harmonisë dhe ndarjen emocionale. Mendoni për metaforën, një thik pret litarin që lidh dy njerëz ose gërshërat e hapin një plagë të re. Edhe nëse dhurohen me dashuri, si një se thikesash për kushin nga një mik, energjia e tyre mund të ftojë konflikt ose ndarje në jetën tuaj. Nuk është rastësi që në shumë kultura, si në ato italiane apo greke, dhurohet diçka e mprehtë vetëm pas një pagese simbolike për të thyrë magjinë e prerjes. Le të marrim një shembull real. Imagjinoni një grua që merr një palë gërshëra si dhuratë nga një kolegu ziliçar. Pas disa javësh, ajo fillon të ketë grindje të vazhdueshme në punë, ose një marrëdhënie familjare fillon të prehet gradualisht. Nuk është se gërshërat e bën vetë, por energjia e prerjes së tyre u aktivizua, duke amplifikuar tensionet ekzistuese. Në traditat shqiptare, ne kemi histori popullore ku thikat e mprehta lidhen me syrin e keq, një energji që ndan bashkësinë. Pra, çfarë të bëni? Nëse nuk mund ta refuzoni, lutuni mbi të. Imagjinoni një dritë të bardhë që e pastron atë, thoni një lutje si Zoti më mbroft nga çdo prerje e padëshiruar dhe vendosni një monedhë ose krit pranë saj për të neutralizuar energjinë. Ose, më mirë, dhurojeni atë të dikush tjetër pas një rituali pastrimi. Mos e mbani në shtëpi pa e falur shpirtërisht. Kjo nuk është frikë, është mençuri. Nëse shpirti juaj ndjen një të ftohtë kur e shihni, dëgojeni menjëherë, paqja juaj vlen më shumë se një objekt. Pika 2. Orët e murit ose të dorës. Pika e dytë na çon te koha vet, orët e murit ose të dorës. Këto nuk janë thjesht mjete për të matur minutat, ato simbolizojnë fundin e diçkaje, mbarimin e një periudhe ose madje një aludim të errët se koha juaj po mbaron. Në kulturën kineze dhurohet orë vetëm në funeral, sepse tingulli i gong tingëllon si vdekje. Në Evropë, orët e vjetra lidhen me trashëgimin e pikëllimit. Pranimi i tyre mund të krijojë një ndjenjë të përshpejtuar, kufizimesh ose vonesash, sikur jeta juaj të jetë në një garë të humbur. Imagjinoni, një orë dore si dhuratë nga një mik i vjetër dhe pa pritur, planet tuaja vonohen, ose ndjeni presionin e moshës. Në Shqipëri, ne kemi besimin se orët e ndalura në shtëpi mbajnë shpirtra. Shembull real, një grua merr një orë muri nga një fqini dhe pas kësaj, projektet e saj punëtorie ngecin sikur koha të jetë armiku. Çfarë të bëni? Refuzojeni butësisht, faleminderit, por orët më stresojnë. Nëse e keni, ndalojeni ose hiqni baterinë, pastrojeni me tymë qensje ose krip dhe thoni, koha ime rrjedh lirisht, pa kufizime. Vendosini në një vend tjetër, jo në dhomën e gjumit, dhe zëvendësoni me diçka që simbolizon rinin, si një bimë e gjallë. Dëgjoni instinktin, nëse orët kërcasin në shpirtin tuaj, lëshojeni. Pika 3. Shamit. Këto nuk janë thjesht një copë pëlure për qafë, ato lidhen thellë me pikëllimin, zemërthyrjen dhe lamtumirën. Në histori, shamit u jepeshin grave në varrime ose si shenjë mbylljeje. Dhurimi i tyre mund të ftojë trishtim ose mbylljen e një kapitulli të parakohshëm në jetën tuaj.
Shembull, një shami e bukur nga një mikesh dhe pas kësaj një ndarje emocionale ose melankoli e papritur. Në kulturën tonë, shamit e zeza janë simbol i zi. Çfarë të bëni? Lutuni mbi të, imagjinoni dritë roz që e mbush me gëzim dhe përdoreni si një mbulesë pozitive. Ose dhurojeni më tej. Mos e pranoni nëse ndjeni një peshë, falënderimi mjafton. Pika 4. Kafshët, kukullat prej pellushi dhe maskat. Këto nuk janë thjesht lodra të ëmbla ose aksesor festues, ato mbartin një energji komplekse dhe shpesh të errët, duke qenë se mund të shërbejnë si enë për shpirtra, energji të huaja ose madje si vegla në ritualet e lashta. Në shumë kultura, si në traditat vudu haitiane, celte evropiane apo edhe në folklorin shqiptar ku kukullat lidhen me sytë e këqij ose shpirtrat e ndatsak, këto objekte nuk janë të pafajshme. Ato mund të ftojnë shqetësim emocional, ëndra të frikshme, ose madje një ndjenjë të vazhdueshme e mbikëqyrjes, sepse forma e tyre njerëzore ose shtazore krijon një urë energjie që tërheq entitete të padukshme. Imagjinoni një kukull prej pellushi me sy plastike që duken sikur ju vështrojnë natën, nuk është thjesht imagjinat, është një ftesë për energji që nuk i përkasin paqes suaj shpirtërore. Le të thellohemi më tej, kukullat dhe kafshët prej pellushi shpesh mbartin intencën e dhënësit në një mënyrë të subliminale. Nëse dhurohen nga dikush me emocione të pashprehura, si zili, hakmarrje ose madje një dashuri posesive, ato mund të bëhen shenjtar të këtyre ndjenjave. Në psikologjinë jungiane, këto objekte lidhen me anën e errët e psikikes, duke krijuar një lidhje me nënvetdijen kolektive ku shpirtrat ose energjitë e vjetra mund të ushqehen. Në kulturën tonë shqiptare, ne kemi legjenda ku kukullat e fëmijërisë kthehen në ëndra si shenja paralajmëruese, ose maskat e festave tradicionale, si ato në karnavale, konsiderohen porta për shpirtrat e të parëve. Maskat veçanërisht simbolizojnë fshehjen e identitetit, një energji që mund të krijojë konfuzion në jetën tuaj, duke ju bërë të ndiheni të humbur ose të manipuluar nga forca të jashtme. Shembull real: mendoni për një vajzë që merr një kukull prej pellushi si dhuratë nga një i dashur i ri. Papritur, fillon të ketë ëndra ku kukulla flis ose lëviz, duke sjellë ankth dhe dyshime në marrëdhënie. Ose një burrë që merr një maskë festive nga një kolegu dhe pas kësaj ndjen një presion për të luajtur role në punë, duke humbur autenticitetin e tij. Një tjetër histori, në një familje shqiptare, një kafshë prej pellushi e dhënë nga një fëmijë ziljaroje shkakton frikë tek fëmijët, me net të mbushura me histori me fantazma. Këto nuk janë rastësi, janë manifestime të energjisë së kapur në material. Pra, çfarë të bëni për t'i menaxhuar këto? Së pari, dëgjoni instinktin tuaj. Nëse ndjeni një të ftohtë ose një pikëllim kur e prekeni, refuzojeni menjëherë me një buzëqeshje. Faleminderit, por nuk jam aq fëmijë sa të kem nevojë për lodra. Nëse tashmë e keni pranuar, filloni me një ritual pastrimi të thellë. Merrni krip deti, tymqenësie ose pelin e thatë dhe rrethojeni objektin duke thënë një afirmim si çdo energji e huaj largohet, vetëm drita ime mbetet. Hiqni syzat ose pjesët e lëvizshme për të çliruar çdo shpirt të mundshëm. Syzat shpesh konsiderohen dritare për entitete. Lutuni specifikisht: Zot, mbroje shtëpinë time nga çdo enë e errët, lëshoje këtë energji në drilë. Pastaj vendosini në një vend të hapur, si një raft jashtë dhomës së gjumit, ose më mirë, digjni ose varrosini pas një ceremonie falënderimi për dhuruesin. Për maskat, digjni ato në një zjarr të sigurt me një lutje për lirim, sepse ato nuk ruhen lehtë. Kjo zgjerim na tregon se këto objekte nuk janë armiq, janë mësues që na mësojnë të dallojmë energjinë. Duke i trajtuar me respekt, ju forconi mbrojtjen tuaj shpirtërore dhe shmangni ëndrat e errëta që mund të zgjasin me muaj. Pika 5. Portofolat ose çantat boshe. Së fundi, si mbyllje e fuqishme e kësaj videoje, le të flasim për portofolat ose çantat boshe, një pikë që meriton të jetë në fund, sepse prek bollëkun ton të përditshëm dhe na lë me një mesazh praktik për të vepruar menjëherë. Këto janë dhurata që duken të pafajshme, por mbartin një mesazh të thellë të mungesës dhe zbraztisë. Një portofol i ri, pa asnjë monedhë brenda, nuk është thjesht një aksesor, ai përfaqëson stagnacionin financiar dhe ftesën për vështirësi ekonomike. Në Feng Shui, zbrazëtia është armiku i bollëkut, si një enë që pret të mbushet, por në vend të kësaj tërheq më shumë vakum. Në kulturën tonë shqiptare, ku parat janë simbol i sigurisë familjare, një dhuratë e tillë mund të nënkuptojë një urdhër të padukshëm, mbeten bosh përgjithmonë. Shembull: një bu rrëmerr një çantë boshe nga një ish partnere. Pas muajsh, faturave të papagatura dhe mundësive të humbura, ai kupton se energjia e zbrazëtisë u bë realitet. Ose një vajzë që merr një portofol të zbrazët në ditëlindje dhe papritur, shpenzimet e papritura e lën pa frym. Kjo nuk është supersticion, është psikologji energjie. Çfarë të bëni? Kur mos e pranoni bosh. Kërkoni një monedhë të vetme brenda, një cent ose lek për të thyer ciklin. Nëse tashmë e keni, mbusheni menjëherë me diçka pozitive, një foto familjare, një kristal ose një shënim afirmues si bollëku rrjedh të unë.
Lutuni, më mbush me bollëk, jo me mungesë dhe imagjinoni një rrjedh tjetër parash që hyn. Nëse nuk ndihet mirë, falenderoni dhurosin dhe thuani, faleminderit, por do ta marr një tjetër herë. Mos e lejoni zbrazëtin të hyjë në shtëpinë tuaj, ajo tërheq më shumë të tillë. Kjo pikë na lë me një thirrje, filloni sot të kontrolloni dhuratat tuaja financiare për të hapur dyert e bollëkut. Përfundimi, për të mbyllur, miqtë e mi, rini zgjuar shpirtërisht. Kuptoni mesazhet pas dhuratave, nëse shpirti kundërshton, dëgojeni. Kostoja e pranimit të gabuar është më e madhe se refuzimi. Falenderoni, lutuni, thyini marrëveshjet e padukshme dhe lëshojini. Kjo nuk është bestytni, është parim shpirtëror. Zgjidhni dallimin mbi dekorin, paqen mbi simbolikën, për afrimin shpirtëror mbi supozimet. Faleminderit që ndoqët. Përshëndetje dhe bekim shpirtëror. Abonohuni për më shumë.